Lartësimi i shpirtit, unit dhe mendjes. E para është lartësimi i shpirtit, egos dhe mendjes në pikën më të lartë, gjë që si të dëshmon dhe historia e ka realizuar vetë Muhamedi a.s. me nxënësit dhe ndjekësit e tij, me favorin, pra, për të adhuruar Allahun. Ai pati çuar ata gjerë në pikën e fundit ku mund të arrijnë mendja, uni, egoja dhe shpirti. Në Kur'an bëhet fjalë për unin orientues drejt të keqes, që e mban njeriu vazhdimisht nën presion dhe e çon ku të dojë. Përrjedhoj njeriu në vend që të bëhet me ndjenjat dhe mendimet e tij, njeri i shpirtit kthehet në njeri trupi, lënde e materie. Janë nga e keqja këtij uni që e mbështetur Jusufi a.s. te Allahu dhe pati thënë: pa dyshim uni urdhron me forcë të keqen dhe shpëton vetëm ai të cilin e mëshiron Allahu. Surja Jusuf, ajeti 53. Uni është me vetvete urdhrues drejt së keqes. Megjithatë, shpëtimi prej tij, që është si dalja dhe shpëtimi prej një grope të thellë, si deti i kripur, është krejt i mundur. Ja, me këtë gjendje e trajton Kurani unin dhe thot kështu: O ti vete, unë, ego, e kënaqur, ktheu te Zoti yt, ti me pëlqim prej tij dhe ai me pëlqim prej teje. Surja Fajr 27-28. Kurani bën fjalë veçanërisht edhe për unin urdhërues i së keqes, që ndryshon duke u kthyer në unë vetë gjykues e vetë kritikues, madje duke pranuar këtë gjendje si një grad. Kurani betohet në unin vetë kritikues. Betohem në unin vetën egon që vetë gjykon e vetë kritikon. Surja Qiyam 75-2. Është edhe uni i kulluar. Ky është një atribut i posaçëm i njerëzve të afërt të Allahut, dhe ata që e bartin këtë atribut janë aq të pastërt e të kulluar, saqë kush i sheh ata i duket sikur sheh dhe sodit. I tillë është edhe uni i pejgamberit Muhammed a.s. dhe ai ka sjellë në gjendjen e unit të kulluar dhe shumë kapacitete të përshtatshme për këtë, brenda kuadrit të gradëve të tyre dhe me sa e kanë lejuar mundësitë e tyre. Duke pastruar dhe purifikuar unin, i dërguari i Allahut tregon synimet më të larta, ku mund të ngjitej dhe me bujarin e krijuesit e ngjiti gjëra atje. Kjo tregon se ai ishte i pashoq edhe në edukim. Kur shohim shekullin e shquar të pejgamberit Muhammed a.s. në lidhje me tregimin nga ana e tij të pikës së fundit, ku mund të arrijnë mendja dhe uni, vëmë re se ai nuk pati lënë boshllëk as në edukim në mesazhin që pati sjell. Ai erdhi për kauzën e madhe, rahmeten lil alamin, mëshirë për mbar njerëzimin. Wa innaka la ala khuluqin adhim, o ti Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit.